Gjoll dhe të falenderoj shumë që je në studio. Përshëndetje. Me pite, përshëndetje. Ku jo zamër? Qaj, faleminderit shumë që mirë dhe në studio, edhe që s'ke këtu, edhe pitet ngrira, po edhe me pjek një për mu dhe stafë. Për ndryshe, deri sa erdhe në studio, kajtë pytjet ma bonën Ana Pjen Gjulli pite, mos e ha krejt piten, me qfar pitje e bjen që pite me mish, po pas bisede se e shiojnë bashkë. Faktikisht, u guta pak nuk dul pitja bashkë e pjek në mirë, po e mirë është. Më rëndësi që e shien e ka super të mirë. Gjull, s'ka shanca intervistat me i bo me ty se marë në studio, pa e pas një veçanti intervistat me ty. Do me thonë, duhet me pas diçka, pse Gjulli duhet marë në studio. Do me thonë, nuk ndrejqesh e veshësh, po e merë një pite, e pjek një pite. Ashtë tradit shqiptare, ajo. Jo, pa dhe i kushton rëndësi shumë. I kushtoj se do të me ditë me respektu edhe personin kush po të fton, por që ta nuk kam dëshirë dhe me shku gjithkon, mas për i faleminderit që unë ke ftu. Klute, po do ka shumë bukur sot, krasja kemi me porë. Unë ka vesh forgjia sot se 5 minuta po ta kopi fabrikës në drejt mu vesh se kjo Edita apo si më lyti, ta hajde shoqe shpejt të rregulloj më shka gjithë qysh. Kështu që faleminderit shumë krejt ekipit tëm që më rrin gati. Se pa ata Gjulli si shdo kështu shto. Gjoll, një ndër e bërë realitet. Para se të ftoja në studio, unë thash që e bërë senzacion në edicionin e partë të Bigut me pitet të tua, sepse edhe ne kemi shijuar nga shtëpia kur i përgatitshë, po më vjen shumë mirë që e ke tabluar tash dhe ke brenduar pak emrin tënd. Pitet e Gjullit dhe promovimi rrjetet sociale është kogja e mirë që pja bën, mu më bëhet shumë qefi. Si po të bën më ndje që tash po e she, është diçka që preket, është një produkt final? Unë jam shumë krenore mas pari që sot jam të fol, mas shumë mujve, viteve që kina fol, kur po vjen... Edhe ta kam jep kont, kam respektu. Po, e ma jep shumë kohën edhe unë ke respektu për atë, po unë gjithmonë kam thonë, nuk shkoj një intervista pa po diçka me full real, diçka që është arritur. Unë pritoj shumë me shkuni për intervista, qofse nuk jam opinioniste, si që kam qenë të shtaq, nëse nuk kam një lajmë super të mirë, super të arritur, ose diçka, nuk kam dëshim me shku vish bosh me full. Nuk e shet arsyshme me dalë. Nuk e shet arsyshme, kështu që për mu është shumë e rëndësishme, që kur e kam bërë diçka, si që kam thënë... Edhe e të një dhe e di pse e karaktere kam, edhe të kam thënë që kur bëhet fabrika, kur bëhet produkti me hinë treg, unë kam e ardhë do të të intervista por për pitet që vërtet u bo për ani mujve gjysë që kemi marrë krejt tregun e Kosovës, ka me orë të të shpen. Hajde njofton pak me pitet. Hajde për njoftoj. Cilat janë shijet, unë e di që është edhe një edicion special për diaspor, do më thënë je munduar që të prekësh dhe diasporë sepse vetë vjen gatje. Njofton pak me pitet. Po, atëherë pitja ka lindë si ide kur kam qenë e vogël. Do të të unë traditën piteve e ku morë për nonës tem. Ne kemi qenë një familje shumë mu i me thone varfër financiarisht, por shumë e pasur nga dashuria e adheut në diasporë. Unë jam rritë, po thue se jam lindë rritë në Finland, dhe gjatë kohës të luftës të Kosovës, nona ishte të punu shumë, dhe neve na vishin shumë musafir në shpe. Unë isha atëherë vish 8-9 vjeqe, dhe kur unë thështe nona që po vjen dikush musafir, gjoll kuzhinën e kite, e disha unë që do të me bo. Do të me bo me pregadit sa ma mirë. Sa ma tradicional. Sa ma tradicional, se na i dojna diaspora tradicionalet. Edhe unë shkojsha e bëjsha brumin që e kisha mësu për i nonës. Kështu që ato kanë lind ideja e piteve që unë ju mësu me bo pite. Pastaj kur hyra në Big Brother, unë normal që di me gatu shumë mirë dhe jam shumë kuzhinjere shumë e mirë që më kanë thonë tjertë, dhe nuk e kum ditë që pitet e mija aq shumë i pëlqen njerëzit. Do të thotë, nuk kum ditë musafir kur vishin të na theshin, wow, pitet me vlude, se nona e me ka me vlude, me vlude pitet super të mira, edhe pse i që të shahon, nona e mërke lavdoten, edhe pse nona mi kam su, se nona i bon një icione. Po e shë që ke qenë interesume me i mësu, se po besoj nënat kanë dëshirë që vajzat po dhe djemë tash, me i ditë me përgadit, po e ke pas një interesim që shë vogël, a? Po, se unë jam krenore që jam shqiptare dhe gjithë shka që jam lidh me Kosovën, unë si e vogël, ju më konë shumë ofër Kosovës, në qoftë me gatim, qoftë me tradita, qoftë me veshje, qoftë me histori, qoftë me geografi, qoftë ajo mi vizitu vendet në Kosovë kur vishëm. Dhe kështu ka lind ideja e pites në Big Brother, kur unë thoshe njerëzit, gjoll, ako më të si me nga bo pite. Unë e gjithë mund pite në kumë potë si strategji, mi mush bruma dhe me ju hek energjia, dhe ata kur ishin kultu, ka rishin kështu kështë dhe gjyle ishte në stop 4 orë në proj me po flasë. Ndërprejve që duke ajo të jashtë me ndër vite, ka leme në kuptu që te vish pite nuk hanë. Ushtroj shumë po dhe ho shumë. Ushtroj shumë po dhe hanë pite shumë. Dhe kështu ka fillu, kur dola për Big Brotherit, bara një bashkëpunim me një shok tamin, koleg tamin në gastronomi, Petritin. Në shkoj shumë mirë, kërkesa ishte shumë e modhe, po me një pik nuk ja del shumë, ma shumë se 200 pite në ditje më shi. Kur vendosa, pasa kur u fuqizova dhe pak me lek, me ide, me një ekip të tërë, se kjo, tu, njerëzit e dashtur, një ekip të tërë duhet për me bo një prend, ju vish një gjëllë. Kjo është ambalazi për Kosovë, kemi shti pitet në çdo
pikë të marketin në Kosovë, që i bjen ETC-s, Interexave, Landi Markete, Maxi Markete, Albi Markete, do të këtë marketet e Kosovës. Do më thonë këto blien të ngrira? Të ngrira blien, janë në shok friz, -18, pastaj i futum në friz edhe në frizat e marketeve, ku edhe blihen këto, pastaj hjeket prej një celofonit dhe shtijet pitë dhe del pitja e pjekon. Po gjithashtu njerëzit që kanë alergjia, këtë informatat i keni 3 gjuhë, edhe kalorit normal me ditë. Edhe për intolerancën ushqimore që ka... Të gjitha janë këto. Dhe kjo ka qenë pitja me mish, pitja me spinaq dhe pitja me djath është në për Kosovë kjo. Pastaj... Cilën e këtë preferu me të kështu të cilën? Me misha? Unë e kam që nuk ekziston akoma në këto trijat. Unë i hojë të trijat, po my favorite, gjëja ma shumë të që adhuroj me bosh pite me presh. Presh i thoni edhe pite me purri. Se dy fjallë ndryshme. Gjua popullore është pite me purri, po. Po, pite me purri dhe pite me kungull, shkrina, krejt. Kështu që dhe ato dyja do vinë se shpejti, po jo akoma. Hajde të rëkon pak me kaq pak ditë sa janë treg, cila po shkon më shumë? Ma shumë të shkon me mish, pastaj me spinaq. Spinaq edhe djoti njejt janë, po mish i shkon më shumë ti. Por imagino, mujnë e par, i kemi shit 9.820 pite, që është diçka... Se kum prit me dosht njerëzit ka shumë pite të gjuri dhe pse kam potu e gatu Big Brother i këm bo 138 pite mrena 3 mujve gjys, kështu që ko gja shumë pite kum gatu, po se kum ditë se ka shumë njerëzit në kanë dosht gatimet, atë dashurin për bruma e të tjerë. Kështu që kjo ka qenë ajo që unë jam shumë krenore mujnë, por kështë muj i dytë dhe kemi përësi jo vetëm Kosovë, kemi bo edhe bashkëponim në Gjermani. Jemi të folë edhe me Macedonin, me Shqiprin, me Austrin, me Anglin, edhe me Zvicrën. Se mund të gjejnë mërgjimtarët ata që janë jashtë vendit? Se shpejti vinë në çdo cep të Evropës, në për marketat se shpejti shpar marketin e Zvicër, e deka në Gjermani, e të tëre të tjerës. Fokusojme të tregu krejt kontrota që i kina bo, po disa janë vëq finalizune. Gjull, sa je përmbushur që u finalizua kjo projekt, se ne jemi me që dhe e di që realisht e ke përmendur shumë dhe ka qenë një plan shumë i vështirë, po dhe i gjatë i yti, kjo me shumë sfida, dhe duke qenë në base grua dhe pa pasur në base edhe shumë, nuk e di mbështetje, që të qohet kjo projekt për para, ti nuk e eqër dorë, edhe e ke pasur sinimin, e ke ditë në qka po punon, dhe sa jemi taku i ke përmend, fabriken. Sot si përbën mundja, po të vjen më e përmbushur, atë vjen pak keq për vete që nuk realizu ma heret, se si funksionan tregu... Gjithë shka ndodhë për një arsye dhe në kohën e duhur, unë mendoj. Ndoshta ti shkon ma heret, ndoshta si shakon ka qenë pregaditë dhe ndoshta nuk isha bo ka shumë marketing ose nuk isha kone pregaditun. Unë vëq unë vjen kesh se njerëzit ndoshta e din që unë jetoj në diaspor, kam jetu dhe jetoj në diaspor, po njëkohësisht unë kitë familjen e kam atje. Në Kosovë s'kam askënd, përveç e para njeri që u këthy pe i familjes në Kosovë jam unë, që ma kalon amanet gjyshe em, që mu këthy se unë e kam emrin e përtrin prej 4 gjyshes. Kështu që për mu, me doshta dhejo nuk është vetëm me orë në Kosovë, 2 javë, mu knaq, me dal edhe mu këthy në vend temin. Për mu ka qenë, ose vend ku jena rrit ose jena lind. Për mu, me doshta dhejo në kohën, kër u konë lufta, para luftës, prindet të tonë, gjyshërit tonë kanë luftu në mënyrë të ndryshme, me alti, me front, me lexim shkrim shqip, që mos mu harru këto, sot na rinia e kemi detyrë, posa që ishtë na diaspora, që i kena mundësit shkollimit, edukimit, punësimit, edukatës, që është punojnë Zvicran, Gjerman, Finlandes, mu këty në Kosovë dhe me investu. Për mu ka qenë edhe në Big Brother që e kam thonë, fuqizimi gruas fillon kur gruaja e ka lirin financiare. Qështë e mërë lirin financiare është me hop vende punës dhe mu fuqizu gra duke punu me mbot rrugën e vetë. Kjo është pika e parë. E dyta ishte ajo që adhe nuk mundesh me dosh ndryshe përveç me investu në adhe tonë. Qofta jo me marrë një bërlog për i tokës me qitë shport. Që është kontributi lojt vetë, po. Që është lojt vetë. Qofta jo me hop diçka një biznes, për shumë unë e kam bashkëpunim sofre në hasit ku i dhe i bojna pitet e gjurit, janë 32 gra që shdo ditë që i marrojnë këto pitet e gjurit. Janë gra shqiptare, nona shqiptare që i kanë fëmijët e tyre në përshpia, vinë për i shkollës, gatuin kur shkojnë në shpe, gatuin të ne, po janë të fuqizume sot sepse kanë një rrugë. Edhe jam shumë i bindur që edhe ti motivon gjatë gjithë kohës edhe... Sot e shatje. Ju që ndërpoj pas, adamët bëshe pas një story sot që deri sa po prejnë të brumi për pite. Gjyrë, kë e pa të kratë djatë në gjithë këtë rukëtim, deri të këtë finalizim. Unë dua di kush besoj më shumë të në ty në këtë rukëtim. Unë mendoj që vetë vetën do të me besu. Unë mendoj që njeriu më shumë të kush do të me besu në ëndrën tonë është ti vetë. Sepse gjatë rrugës që shma bërë pytjen, se se ke po të kërkan krah djath. Unë e kam po të ndoshta me fjallë njerëzit që kanë thonë kimi adol, bravo gjë. Po me vepra si shënë atë. Po me vepra, normal që nuk mune njerëzit
nështë ta me ko me vepra, sepse janë 3.000 kilometra largë, po mendoj familjarët e mi, shoqëria jam e ngushtë, se në Kosovë pakte në jam këto vetëm blec. Po për mua është shumë e rëndësishme që me besu vetë vetën, me ditë arritjet dhe qëllimet e tua afat gjate, sa afat shkurte na e dina cilat janë ato. Kështu që për mu kjo ka qenë, unë e kom ditë si më dollë për Big Brotherit, se pitet e Gjulit kanë mu bozi brand, kanë mu ushit në krejtë Kosovën, por nuk e kom ditë se ka të shpejt kena me u bo virale gjithandejnë për Evropë, ku do që janë shqiptarë. Besa dhe të huj, po më shkrujnë, Bosnjak, Tërgjt, e të tjerë. Më thuaj një koment interesant që e more. Qëfar të thatë dikur? Qëfar tha ndo një vazh, ndo një grua, ndo një djallë, nuk e di, që të duk interesant për këtë finalizim? Se një bë virale, po do të flasim më vonë pastaj. Për virale tjera. Me do virale tjera, po për këtë projekt, qëfar komenti interesant e more? Shumë komente ndryshme, po një koment se ju e dini se ta hongësha pitën ka fillu në Big Brother nga dikush tjetër, po gjithashtu edhe komenti gjull ma ka mori noti gruja se për t'i blevi shpitet e tua s'bja ho më të pjetë grus, ose jena ke pështu gratë pej brumave, ose monon as ka nevoj me gatu. Komentet e ndryshme, po mu që më bënë më shumë të t'lumëtur edhe të gzume është që grovja ku më hjek një halë. S'ka nevoj më me ndu kër vjen ajta e najtëna e ajta e trajte, e kështu që për trajtër s'ka nevoj, trajtë i bjen brumat, mos me gatu sepse Gjuli gatun për juve. Edhe pash që eshen shmimet ka gjatë arsyshme. Po, ju mundu Kosovë i mojtë shmimet, më varë tash pej tregut, se tregu i Kosovës është shumë e vështirë me qitë i qmime, dhe ma tullë këmë dosht me qitë, po për shkak shumë durve, qmimi pastaj hypë, edhe na e dina so janë të gjitha shpenzimet, toksat, këtë jenë rritë këto në Kosovë, edhe është faktikisht përshërë, po më duket më shtajt është këto me bo një produkt se sa me shkum filon me bose në Gjermani. Po që që e përkushtu shumë edhe do tjetë një projekt afat gjatë, po besoj që nuk do të unë mendoj që kjo do jetë, unë kam punu, nëse nuk e dini, unë kam punu në një fabrik, kër unë kone me vogël për bjenë mosh, dikun sa i kam pa 16-17, kom punu për një fabrik që maroj ke buk, edhe thirët Fatser. E Fatser është një kompani, një fabrik, $1 billion business. Edhe kër në e vogël mosh, po mendoj, atëheru pa ta mendoj, sonë ju më rritë me një familje biznesore, do të gjithë mund biznese, dhe kër isha ato të isha imagino me boni një fabrik të tillë, ishen 2.000 punëtor. Edhe unë mendoj që pitet e Gjulit, fabrika JN Corporation ka me pot një dit 2.000 gra punëtor. Mos thamë se shpejti, ku isha vetëm për 5 vjetë, isha 5 vjetë që kena mi pot minimum 500 gram punë. Okej, dhe uroj që kjo ndër të bëhet realitet, është e vështirë, pa tjetër, do të kesh shumë sfida për kalu, për të ardhur deri ajo fabrikë me aq shumë njerëz që do të punësosh, po të paktën iniciativa është e mirë, iniciativa që të paktën një grua nëse e punëson, po besoj që është një sukses i jote. Akoma sukses se kur të merr një zviceran, një shqiptar, ja tregon produktet made in Kosovë. Akoma sukses, ako gjë më të bukur që sot kemi sportista që na njeh krejt bota, artista që na njeh krejt bota, kemi Ciao Berton, kemi plot produkte që shkojnë jashtë Kosovës që krenohen shqiptar të lemo shqiptar, por edhe të hujt që thonë, wow, this product is amazing. Kështu që, kur cilësia e produktit është shumë e mirë, marketingu është korrekt, dhe ja bën punën, nuk ka qysh mos me konë sukses. Kështu që unë e di që produktet e mia janë, mos tham 10 out of 10, 10 me 10, po nonshë me 10, se gjithmonë ka mundësi mu përmirësu produkti. Kështu që jam shumë krenare me produktin. Edhe ti e gjithmonë e pak nashur matë se çfarë bën, gjithmonë e kërkuese, po besoj e kërkon perfekt, është po besoj që edhe ky projekt do të perfeksionohet me kalimin e kohës. Amballazhat e diasporës janë në gjuhë angleze, po i kanë edhe 3 gjuhë ndryshme, si pjeket, çka ka e ko, kështu që jemi shumë të lumtur që e kina marrë të paktën tregun evropian se shpejti e për botror ka kohë. Po, kemi kohë. Se unë jam gjithmonë në ngutje, unë thoj njerëzit 200 km në orë, por shkëm po. Kjo është ajo Gjuli që jam originalja. Gjoli, përveç fabrikës që të ka marrë kohë, pse u largove pak prej medjave, pse pati një shkputje? I pati disa paraqitje në disa podcast, kështu, po nuk të pam, që është mësu me të pam më të shpesh në... Po, një 3 muaj ju mundu me... Ne jemi shok edhe jashtë kamerave, te edhem paka shumë pse, po unë mendoj që... Unë pej 2025 janar jam duke e bërë IVF-in. IVF-in do me thonë IVF-in nëse njerëz nuk e din qka është një mënyrë për me ngellë shtatë zonë ose me ngri vezet e tua në një moshë që ti donë me ngri edhe me pot
riskun për mos mu bërë nën të ardhmen edhe pse ki karjerën para familjes. Mos mi u freguarës biologjike. Po, mos mi u fregu asojna. Kështu që unë e vendosa me bë IVF-in, IVF-i ku bërë 4 copa që e përshëndes shumë doktor Goksun se unë ka najt tepër gati. Kemi bërë 4 IVF-a që një IVF është deri 1 muj. Kështu që ka qenë shumë e vështirë emocionalisht, mentalisht, psikikisht, me gjitha ato shprica, me gjitha ato hormone që i kam injektu tek trupi im, me bo fabriken, me ardhë në opinionistën të shtaq, me shku një intervista, me bo marketing, reklama për tjerë kompani si që bëj. Ishin shumë pun dhe shumë gjëra dhe e poshtë që Gjoll ka dole, se shëndeti jëtë mendor, nuk është në është afërsi tek një limit. Tek një limit që unë nuk du me te kalu. Dhe kur e njeh veten shumë mirë, për këtë njerëzit do të me investu tek vetja, që mos me te kalu qatë limitin që ti mundesh me përballu. Unë e di që kisha mujtë me përballu edhe ma shumë, po nuk du me risk me morë për shëndetin të ta mendor, për unë me te kalu qatë limit dhe me ndodhë që ka do 2010 për shembull ose 2017. Dhe kjo ka qenë arsyeja pse ju më largu pak edhe. Atë mungoj? Unë ka mungu, faktikisht unë e adhuroj televizionin, kamerat. Unë mendoj që jam e lindur për këtë gjë, të paktën kështu ma thonë çdo njeri që edhe publiku pa ku mësume ti. Edhe publiku mësume, mu bili, këtë komente që isha dhe ditë në përpika të shit pite, Gjoll, pse s'po të shofu mund të shtatë, Gjoll, pse nuk je mori intervista, po unë mendoj që... A ke mori këthy pak? A do t'jesh më aktive? Nuk u zojmë me thonë, po është një projekt që lidhet me kamerat, po nuk u zojmë me të regu qëfar projekti vjen, përveç piteve Gjullit dhe fabrikës që jemi duke punuar edhe jemi duke punuar shumë në kontratat e ardhshme për Evropë, Gjullin kri me po edhe një diçka tjetër që e lo për tjera herë. Arsye pse me orët e ty, e shpendë. Gjolle, përmende pak IVF, unë dua di pak si po është si eksperiencë injektimi për IVF për ty. Thaj që është mbase edhe lodhe pak dhe fizike, që mbase të lodhe dhe kështu po. Dua di eksperiencën tonë se pas e shumë vajza dhe gra që janë në një projektim të ardhë me styre për mes IVF-it, ta kanë të qartë pak se çfarë është edhe si po e përjeton ti, do thotë shumë qifte, qoftë jo qift, kam probleme për me kriju një familje. Qoftë ajo që ka mashkulli problemin, qoftë ajo që ka gruaja problemin. Ku ta dione tubat, s'ka që liza mjaftu shumë, ka lojrë arsyeja të ndryshme. IVF-i është një periudhë ku një gruaja bëhet pjellore në mënyrë artificiale, të thot me shprica. Unë nuk jam doktoresh në qitë lami që mi ja tregu por muj me thonë që është një periudhë shumë e vështirë për një gruaje me shku lemo 4 IVF, apo një IVF, që të munon shumë psikisht dhe emocionalisht. Fizikisht ju edhe atë shumë. Se fizikisht e shef pak disa probleme në bark, ose që je ojtun, ose që je kështu në 7 disa kile, po ma shumë të është shëndeti mendor. Do thotë që të përzihet pak hormonet, të përzihet pastaj qonë shumë, mërzitës shumë, nuk e dim pse po të vjen, pse po mendon që nuk je me mira, pse po mendon që nuk ke arritur mjaftu shumë. Dhe krejt këto janë shkaktar i qytyve hormoneve që injektohen të ti, një emotional breakdown. Po, emotional breakdown. Kështu ka qenë shumë e vështirë, 2025 e kam thonë edhe më herët, ka qenë viti shumë i vështirë për mu. E kemi folur dhe privatisht dhe kam qenë pak në rjedha se qëfar je duke kaluar dhe më bëtë qefi që sot je mirë. Njerëzit që përna shojnë nga ekrani mentalisht, kanë apen mund pyesin, pse Gjulli ma IVF, pse ka vendosu Gjulli ma IVF, pse Gjulli nuk përshon nga mënyra naturale, që ta hekim si pikpytja. Po, jo, nuk e kam problem hiç më përgjish. Unë kam vendos, jo vetëm me ngell shtazon, jo në mënyrë normale, ose biologjike, që meten shumica, po sot unë kam dasht me siguru që edhe nëse i bëj 25 vjetë, unë i kam embrionet të ngrim në friz, në spital. Gjithashtu unë e kam andër mu bënon, po për moment duke por sa punën e bëj, unë nuk kam kohë që ndoshta ngelim 7 zonë ashtu që unë dëshiroj, ose që kemi dëshirë në agra. A është vetëm koha, po nuk është një kandidat potencial? Edhe nështë nuk është kandidat potencial, gjithashtu, sepse kur nuk i dijet jetës është i duhurja jo, po gjithashtu, unë thjesht nuk kam dasht me morë qatë risk që unë mos me konë non në të ardhme. E kuptoj, që realisht e bojnë shumë ju dhe të kojnë butit, të bojnë edhe tek ne, që është
Po, për këtë vynje emancipim një vedesim shumë i lartë. Për këtë edhe flasë, edhe ndoshta paragjikohemi shumë për këtë gjë. Po mua nuk më intereson fare. Jo, në pak rëndësi ka paragjikohemi, ne mediat e kemi rolin, si të postyrat publike që të emancipojmë. Nëse ne shkojmë drejt kësaj vijet mentalitetit tonë, nuk na çon askund. Ne jemi ata që duhet të thymë këto mentalitete, këto tabu, pse mos jetë Gjulje lumtur të jetë nën përmes një IVF-i dhe pse duhet gjykohet, pse të paragjikohet. Unë jam shumë i lumtur se çiftet që janë mosh, arrin të bëjnë fëmijë, arrin të jenë prindër, shkaku i një avanzimi shumë të teknologjik. Ose s'kam partner, bëju nonë, s'ke nevojë për partner. Ti mundesh të jesh nonë sot edhe pa partner, sepse ti mundesh me ble, ose me katalog me këshyr një farë çfarë e don, se tek e fundit përqindja e të bërit nën, është faktikisht më shumë tek nëna se sa tek fara. Kështu që për mua shumë e rëndësishme që qoftë Gjuli është e para që flet për IVF, që jam duke bërë këtë, se ka plot, di plot e për plot, si që kemi fol, që kemi ftyra publike që kanë bërë me IVF, po kur s'kan tregu publikisht që kanë bërë. Që është zgjedhje atyre, a? Jo, është zgjedhje atyre. Jo, është zgjedhje atyre që e bëjnë, por zgjedhje që edhe nuk e flasin, a? Po flasin për emancipimin e publikut. Po ata që nuk flasin në respektoj, apo më shumë respektoj ata që flasin. Po, veç unë do të me ditë që kjo që e bëjnë ana që kemi guxim, ka edhe medaljen e artë tjetër. Po, pa tjetër, e di. Që që nuk është e lehtë me fol një temë që është akumat e na tabu. Si që është shumë tabuja, do thotë që nuk ngel shtatzon, që don fëmijën vet, ose që ty pasuria nuk dohet njëjtë si çunit si dy gocës, e shumë tjera gjëra që na nuk i flasëm ndoshta aq hapur në intervista, siç unë mendoj do të më pëfol. Gjolla, nuk e ke as pak problem që të arrisësh një fëmijë vet? Do më thonë, si e koncepton ti në mendjen tënde, unë e di që është e mundur, edhe shumë fëmijë rriten shumë mirë kur janë vetëm me një prind, por ti si e koncepton, do më thonë, më tha më herët që je shumë tradicionale, dhe familja tradicionale gjithmonë ka qenë burri grua, se ka qenë shumë përkushtuar, mbasi burri nuk ka qenë gjatë ditës shpesh sepse ka punuar, gruaja është ajo që është kujdesur. Tek ty sot në 2026-ën, si e koncepton, është më të lehtë, është më të vështirë? Unë mendoj që çdo njeri që don me arrit diçka e arrit, a është e vështirë vetëm rrit një fëmijë? Patjetër që është më vështirë se sa me një ose me dy partnera, qoftë ajo bob, qoftë ajo non, qoftë ajo non bob. Unë jam shumë të këtë tradicionalet. Definitivist nuk kisha dashur me pat një partner që i ka njëjtat vlera si çune që kam, që puna, respekti, thjesësia, gjërat njerëzore që jemi rrit një njerëzilloku që është prindërit e mi me kon vlera. Po sot fatkeqësisht na e dina fort mirë çfarë bote po jetojna, që vlera që i kam unë nga familja jam që i pëlqej shumë, nuk i kanë gjithkohë, edhe është shumë e vështirë, posa që kush je fytyrë publike me gjithë një partner që ka dëshirë me që i përmbush këto. Që i përmbush këto. Po gjithashtu unë ju mrit edhe një shtet finlandes që prej 30 zoncave unë kam qenë vetmja që ka pat babën e nënt martun, këtë qëtë kanë qenë divorcun. Dhe ata shoqë shok të mi, në moshën 7, 8, 9, 10, sa unë unë kanë shok me ta, i rrit barabart njëjtë se unë, bili mos tham edhe ma mirë se unë. Kështu që tek ne paragjykimet tek divorca është shumë e madhe. Pra po folim tek paragjykimet. Nuk do të më paragjiku. Sot familjen ti mundesh me bob, non-bob, e vetmume, ose e vetjak, veturshyse, e shumë mënyra tjera. Edhe nuk do të më paragjiku. Bota ka ecë, bota ka ndryshu. Vlerat njerëzore do të me konë të njëjtat, që i bjen me ditë me respektu, me ditë qka është e bordha edhe zesa, me ditë qka është e mire e keqe. Cila ishte përkrahja dhe mendimi familjes për këto vendime, Gjëll? Unë e gjithmoni kam prind pro. A pat nevoj për spjegime, sepse nuk e di, a pat nevoj mja u spjegu që është për mas që është po e spjegu? Qash shumë vjetë këmë folë për këto gjera që ata s'ka nevoj mja shpjegu. Ja, unë e prindit i kam gjithmonë mbrapa, edhe i adhuroj që janë shumë mendje hapur, edhe vrehet që kanë jetuar që 20 vjetë në diaspor, nuk e kanë atë problem, mu vetëm kanë dëshirë mu po të lumtur edhe kanë dëshirë mu po sa me të përmbushur në jetën tam, qoftë ajo me partner, qoftë ajo pa partner, qoftë ajo me fëmijë, qoftë ajo me biznes, qoftë ajo edhe mos me punu heq, edhe pse prindë gjithmonë thonë, gruaja do të me punu gjithmonë, pa tjetër që edhe burri po. Po, për të larguar të kjo temë, në cilin pikë tash jemi me këto IVF dhe me gjitha... E kom përfundu. E ke përfundu. E kom përfundu, në kanë dalë goca dhe quna janë grim, janë tash gati vetëm që kur e vendosim me ngel shtatzon. Okej, në rregull. E shën me të ardhmë të afërt apo si eshe? Nuk e di akoma, s'kam vendos, por besoj që është... Unë e kam një tabelet bardhë në shpe, në 3 shtëpiat e mia, si që kam folë shpeshe në intervista, dhe gjithmonë dërtat matë naltat, përveç biznesit, fabrikes... Janë vizionet. është vizioni edhe 2 e 3 është tek një fëmijë me pot ose 2 pse jo. Kështu që kur ka diçka 3, patjetër që keni me kanë të parë që keni me dëgju. Okej. Gjull, në fund vit kalu me trazove rjetin për mënyrën se si e ke takuar Ronaldon. Do më thonë rjetë sociale vlonin, e këshin marrë një fotografi të Ronaldot me pitet tonden, edhe e këshin postu, edhe
Ishte një strategji shumë interesant që u kthye pastaj se kur e ke taku ti Ronaldo tim ke kallzu shumë herët. Po, para 10 vite e kom taku, edhe para 10 vite kam dalë dorë drejt me to. Sa është reali kjo, pse njerëzit nuk po e besojnë? Nuk e di pse, po, unë fakt, ju e dini që para 2017 u pa të bo virale edhe videoje, edhe pse unë nuk kam qenë më në televizion, u pa të bo virale edhe ditëlindja e Benzemas, kur ju më kanë ditëlindja tina që i kena prej tortën bashkë. Edhe ajo bo virale, jam fotot në internet, në Google, dhe pëse i mundu me i hjek, nuk kena mujt me i hjek, sepse janë drejt ata, whatever. Po, Ronaldon, përveç këtyve që i kom taku krej këta vipat e Hollywoodit ose futbolistat e të tjerë, Ronaldo galo shumë për shtypje, sepse është shumë njeri thjesht. është njeri me vlera familjare, fatkeqësisht, në atë kohë, kur a i lyp ke dikan partner me kriju familje dhe mi pot mendimet serioze ndaj një femne, një gruaj, a i nuk është shqiptare pore, se dyta nuk isha në atë linear të mendimeve tina. Nuk ishit në njëjtën faqe. Jo. Unë veç thjesht e kam respektu. Se njerëzit i kam lexuar komente që ka thonë Gjuli po gënjen, sepse me pas mundësin, me taku Ronaldo. A ti kur e ke ditë këtë histori? Me pas mundësin me zhvillu diçka me Ronaldo, një romans, një diçka me shfrytzu për shopis. Kena pot mundësi, po jo. Po njerëzit mund të thonë që shka muj Gjuli me ik kësë. Kemi taku edhe matë mëzoj se Ronaldo, e le ma Ronaldo. Kë e ke taku? Po kena taku plot, po mendoj, kush është ma i naltë për momentin se sa Prince Harry kërë kom beqar në Angli. Prince Harry është shumë funny. Do thot, Ronaldo është shumë njëri mirë, po për mu nuk është rëndësi kush është të kësh, për mu është rëndësi qëfar vojbje dhe qëfar energjiet mirë ma jepë se sa i respektu shumë është personi. O normal një qik diaspore, një qik e ulltuar, e ka po botën, punon vende prestigjioze, normal që neve kena akses. Kur më ke tërgu para 5 ose 6 vite, se intervistën e parë në Kosovë pas rektimit e ke bërë me mua bashkë. E kemi realizu bashkë intervistën e parë të ndë në Kosovë para se me hynë bek, edhe kur patëm dalë me pi kafe që me usjaru më shumë se qëfar po plasim në intervistë e tjetë një intervistë e bujshme që ta djetë arsye pse për këtë Gjuli, pa të thënë që nga jetesa i me Londrën kam takuar shumë njerëz të rëndësishëm. Base ma ke përmendur dhe një mahall, një rrugë në cilën me Anthony Joshua, bokserin në cilën rrinë shumë këta, elita e këtyre. Atje, kështu që përsa atje ke pasu mundësi që të shohë shumë kultura dhe të shohë shumë nga ofër gjithë këta njerëz. Pa atje me Dolana Bells, Amazonika, Sexy Fish i shef krejt vipat e Hollywoodit. Do të në Londër, në Qandër, me najtë në Mayfair, nuk është diçka problem me taku vipat Hollywoodit. Do të tek ne akoma, unë e kuptoj që ka njerëzit që janë për laptopat e vetë ose telefonat, që janë lodhë për i punës. Po, me këtë avancim teknologjik dhe me këtë botë sot, asë gjësë është e pamundur. Po, asë gjësë nuk është e pamundur. Me trastisi me këtë do. Edhe interesant është sa thjesht janë Gjulja përmende. Njerëzit arritur janë gjithmonë ma thjesht se sa këta njerëz që nuk kanë arritur atë shumë. Pse është ky... Sepse njeriu i ditur gjithmonë thët, o zot sa pak po di, e sa shumë ko për me dit. Njeriu ju i ditur thët, ku sa shumë po di, e s'po qa po më vymë mu me dit ma shumë. Kjo është... Po kjo filozofia paka shumë e thjeshtësisë dhe mendje madhësisë që e ka njerëzit. Unë vjen marë, ka herë sa pak di kur ullë në disa tavolina që janë njerëz të ngritur. Thamë, qysh nuk e dita këtë gjë? Qysh a e diti, qysh mja morën e trunin e atina, mja lidh ato informata që i ka. Për shumë, akoma mi se me najtë një orë me Elon Muskin, me Warren Buffett, me shumë njerëz tjerë që kanë bërë revolucion, ose Martin Luther King, edhe këta njerëz nuk jetojnë mo. Po për mu, që ajo kishte me qenë gjëja ma me vlerë, se mja morë këtë trunin, por kjo është e pa mundur, dhe i sa të bëhet naj teknologi mja shti qipin e mja shti këtë Gjulit. Me USB me i bo transferë akoma mirë se sa informatat mi më rështë. Po, Gjullë, duat dalim tek një temë në cilën ki vendosur të heshtësh, ke qenë në lidhe në cilën pastaj ish partnerë doli në një intervjist dhe tha shumë gjërat i vendosit heshtësh. Mos ta kalëzësh versionin tënë të historisë. Sot je single, sot po e shijon jetën shumë, po ke diçka me thona... Ku bedin të qenë single? Kështu po ma lem për shtypjen, Kështu po ma lem për shtypjen, se kur ka diçka ti e di që ma thua. E di që ty t'kena shok edhe jashtë kamerave, edhe... Jo, ajo ka qeni diçka që unë thjesht e kum vendos mos me folë, sepse... Po mund të dhe mos të përgjigjesh ta, da? Jo, unë se kam heqat problem, po duvish me cek diçka. Çdo njeri, unë çdo person që ju më kon lidhje, që nuk kam shumë lidhje, po ata lidhje që unë këtë lidhje të bëhet publike, do të nuk maj lidhje në sheftas. Po kur i bëj publike, di që unë e duat person. Qofte edhe nuk jam bashkë sot, me këtë personin prapë e duat person. Kam atë ndjesin e mirë që e ruaj me fanatizëm atë dashurin që e kam pat me to, dhe akoma vazhdoj me pat. E përsa jeton shtet jetëron tjetër, problemet fillojnë kur dy njerëzit nuk kuptohen. Nuk kuptohen për të ardhmen e tyre. Dhe unë kam vizionin tek familja,
tek biznesi, tek me qenë e thjesht, me respektu njerëzit e mi, kjo është ajo që unë e du njetë. Dhe në qoftë se ai nuk përputhet me këtë, atëherë na viç humbum kohë. Dhe pastaj e vendosi me tregu publikut ndryshe, unë vendosa mos me tregu ashtu, sepse këtë gjëra dalin shesh. Sa do që njerëzit mundohen me thonë diçka tjetër, që shtesha në Big Brother, njeri mund të më aktru 1 ditë, 2 ditë, 2 javë, për qaj njeri që i vërtet, ka me dalë në 5, se që dolli edhe në Big Brother 3 muaj e gjysë që nejtëm. Po, je single? Më varet. Se publikut më garantot shpend pyte se klamen në kuptu. Më varet. Nga qka? Unë jam shumë e përmbushur, kështu që më varet. E lumtur dukesh, unë uroj që t'jesh e lumtur edhe në një aspekt romantik, sepse me të vërtet e meriton, dhe pse jo ta shijosh edhe jetën tënd romantike krahas gjithë kësaj pune me biznes. Se unë e di që t'ja oftë me bu një balans, pavarësisht angazhimit tënd profesional, a? Po që shefe, nëse ti punon 16 orë në ditje, i ki edhe një 8 orë që flenë gjumë, që i ki 1 orë para gjumit, 1 orë mas gjumit, që mundesh me bo muhabet mitikan, me bo naj udhtim, naj ecjen në park, ose diçka, kështu që ka balanca një jetë shumë e rëndësishme. Për shëndetin mendor. Okej, të uroj lumëtëri dhe uroj që gjithë s'ka të shojtë mirë, edhe je e lirë të ndarë çfarë duash në këtë intervistë. Po ndalim pak te ky edicion i Bigut, sa po i këshyr? Sa po ishe dinamikat, sa po rrinë rrjetet sociale, çfarë po del në TikTok, çfarë po del në Instagram, cilën aktualitet sot jetu e pasi që po të pengon? Sepse ka pas shumë zhvillime, a? Po, ka pas shumë zhvillime. Në Big Brother, po edhe në politike gjithandeja. Po, për mua është të rëndësishme që reality show-t vendor ti servojnë shumë a shumë gjona se sa vetëm pornografi. Fatkeqësisht që 2 epizoda që i kemi në Big Brother VIP Kosova janë servu vetëm për puthën style. Dhe pe kupton çka po du me thonë me këton. Do thotë për mua është shumë rëndësishme që banor që hynë mrena, përveç lëndrimit, e disa njerëz tjerë në pikat e shkurta, tregojnë historiat e ndryshme, tregojnë hjekat e ndryshme, tregojnë mundësitë e ndryshme, tregojnë çush kanë arrit, çka kanë bën në jetë, kush janë ata. Unë akoma nuk e di për çata banor. Çka kanë bën ata në jetë dhe kush janë ata në vërtet. Akoma ke që të me hin reality show dhe mos me ditë sa hjeke po të për me arrit ato. Unë akuma nuk e di që ka bo Dolce, që ka bo ajo, që ka bo kjo. Do thot, reality show do me thonë jeta reale e njeriut. Qysh han, qysh pen, qysh ren, qysh debaton, që ka kin tru, qysh kin tru, qysh e ke ba tru, që ka ke ledzu. Nuk po e shë këto 2 edicione? Nuk e shë fare dhe mund vjen keq që rinia jonë, fëmit tanë, njerëzit tanë e shikojnë një format që nuk po jep edukativ, perspektiva edukativ. Qërë, edukat ne nuk mund të presim nga një reality show, nuk mund të presim që të sepse tek ne kena pot. Kena pot edhe të 2-shi, po ku është 3-shi, 4-shi. Ne kemi shumë imazhet forta në Big Brother, edhe në reality show tjera, unë nuk po them që duhet pa tjetër. Çfarë pëlqen mu në Big Brother, çfarë pëlqen në formatet reality, është që kur përmenden disa specifika, bëhen dukurik, kthehen në fenomene dhe pastaj njerëzit, masa që ka shumë shikueshmëri, e ndryshon pak këndvështrimin, Po, vërtet. Qoftë mbi komunitete, qoftë mbi në këtë aspekt, po. Por unë po flas edhe për aspektin editorisë. Po, edhe për atë, po. Ti faktikisht, kur ti fut lojnat në Big Brother, ti do të me fut lojnat që me jap pak dituri international të Kosovës, për shembull, unë më mend lojën tonë që kena pot, ulëm krit koltok, edhe hajde tregojna për historinë e Kosovës. Pse janë ngjyrat yellow edhe blue? Ngjyrat e flamurit, po. Flamurit, pse kemi yjet? Për çka kufizohet Kosova? Sa vlera ka Kosova prej tokës? Cilat janë eksporte, cilat janë import? Të gjitha këto do të mi ditë. Se qofse na i folim në Big Brother, rinia që po na shikon kanë mi ditë edhe ata. Dhe jo vetëm u poth, së poth, boni, zboni, po për disa gjëna shumë e mirë. Për shembull, unë jam shumë pro që bojnë loja të ndryshme, kena edhe në mënyrë që njerëzit janë të ndryshëm, po prapë mune mu përput në mënyrë korrekte, jo korrekte, debate, jo debate. Unë vish mendoj që vlera e Big Brotherit, bili kjo i 4 të i ka rosh shumë. Kjo është mendimi im. Nështë mune mu parashku për këta, po unë mendoj që nuk jena tu i fut njerëzit adekuat, ndoshta edhe nuk dojnë mu fut njerëzit adekuat, që mune me jap edhe pak vlerë këti formati. Nuk e di se sa je në ngjarje, me çfarë po ndodh atje sot? Në kësin edhe dua di pak mendimin tënd për këtë trekëndshën Limi, Alba dhe Dolce, në cilët po diskutohet shumë. Unë dua di pak mendimin tënd si feministe për mënyrën se si po trajtohet Alba, si po trajtohet Dolce, Limi dhe pastaj gjithë kjo që po na serviret me kaq shumë vrull në ekran, në rrjete sociale, në Prime, ku vëmendja është shumë e madhe. Këndvështrimi yt, a? Spore, çfarëdo që ndodh ato, mundet me kon pak reale edhe shumë strategji.
unë e di që kjo të kënë që është strategji i jashtë. Unë, si pas logjikës tem, unë mendoj që Limi dhe Olba e kanë lënë një lojë jashtë, e kanë thonë kur të hysh mrenda, ti kemi një qytë javë, paguna që kaq, dhe ti vjen për mu më servu mu deri në finale, që unë me siguru fitoren. Gjithashtu dollë që unë vjen shumë keq, ndoshta ajo nuk është Dioni për jashtit, sepse aja ka hy bashkë me Olbën, jo me Limin, edhe unë mendoj që dollë që është këto viktima që po del shumë keq, tek publiku që u hi në një pëlqim me Limin, duke ditur që Limi dhe Olba jashtë jam probably bashkë. Po edhe nuk është të arsyeshme që nuk ishte një akt feminist në base nga Dolce, që të lidhet me një... Nuk është feminist, e vërtet, unë mendoj që Dolce ka pakten ka duhet me morë pak hapësirë, me mendu se si ndjet një grua tjetër kur i ndodhë që kjo. Se të ke fundit, kërkun janë ndjenat për 24 orë, nuk i lindin qaq fort që ti me thonë me ty në vdekje ose heq. Pa ajo është libero, që e ka thonë edhe vetë, nuk i intereson qaq shumë. Mu vetëm më vjen keq, që është shambull i keq për jashtë. Kurse njerëzit do me pat empati. Edhe jashtë janë këto teoria, edhe jashtë janë këto teori. Do me thonë, eksperimente social që ndodhë Big Brother pak na asocion me jetën tonë të përditshme, sepse njohim njerëz, njohim teoritë të ndryshme, mbase më mirë, më keq, në cilat pastaj na mëson dhe si të qasim me ta, si nuk duhet qasim me ta. Kështu që tek kjo, ti po mendon që nuk po jepet mesazhi. Nuk jepet mesazhi. Unë më thash këtë Big Brother nuk e kum përcjell atë shumë sa Big Brotherit para që me hione dhe mas që ju më hione, por ky Big Brother ka qenë për mua, Big Brotheri ma pak vlerë për krejt Big Brotherve. Me qëfar i habiton, me qëfar të përdojnë më shumë t'i keq që ka ndodhur këtë Big? Po për shembull, ka ndodhur shumë si mënyrë skandale. Big Brotheri nuk do të më njoftë vetëm për skandaleve. Njeriu nuk do të më njoftë për skandaleve. Okej, është strategji marketingut. Na e din aton që kena kryer një pjesë shkollës marketing që qysh do të me kon qendër vëmendjes. Po qendër vëmendjes nuk do me thonë gjithmonë me kon në mënyrë skandaloze. Mund është me konë qendër vëmendjes në mënyrë si flet, çfarë edukate jap, çfarë kulture jap. Shembulli shumë i mirë është Big Brotherit më herët, hiç më larg e thojna Benjaden në Shqipëri, kemi shumë çika që kanë tregu kulturë, edukat, pau lidh, pau pot marrëdhënie. Edhe kam rri finale, s'ki nevojë me konë skandaloze për me rri finale. Ki nevojë me konë vetvetja, ki nevojë me besu në atë personalitet tonin, okej, të bot disa lojat vogla, po jo për me dollë të pej vetës, dhe pastaj kur delsh pej Big Brotherit, si që ndodhë shumë njerëzve, ua që ku mbo, ku sa keq, ua që pse e bona këto. Tani është shumë vonë, sepse i ki 24 orë kamerat, janë 107 kamerat që të përcjellin. Për këtë unë gjithë mund të thamë, para se me një Big Brother, çdo njeri që më ka pyet mu, gjole am disa këshilla, i kom thonë, mate veten, a po shkon atje mu ngrit, apo shkon atje më amor do të mero për toke. Varet, çka don ti? Po unë mendoj që çdo njeri që e mrin finalen, ose gjysmë finale, ai është fitues already. Se nuk është lehtë me najt 20 ditë, 30 ditë, një muj, 3 muj në Big Brother. Pastaj u bë një video virale që nuk e ka lancuar produksioni, po e ka lancuar rrjetet sociale, që i ka thonë diçka Limi i Albës, sa ishte brenda në gjumë dhe një fjalë shumë e rëndë, ishte një fjalë shumë e rëndë. Dhe kur të kam pasur për 8 mars në kanape, pat edhe një deklaratë shumë virale, në cilën është një prej rilcave më të shikum të kanapes. Shuj sa je qik, shuj sa je nuse, shuj sa je gru, shuj sa je plak, e kur me folë na kur gjithmonë shuj grus. Edhe ka qenë një nga deklaratat mi vrale, sepse ti edhe nësot vazhdonat, në ngrisë është zërin. Një kauz shumë e rëndësishme, që punësosh vajza gra. është gjithçka për mu. Po, a është e vështirë gjëllë? Nuk është e lehtë as pak. A është e vështirë me bërtit kaq shumë, me qitë në pa fuqinë e grua sa, në një vend kaq patriarkal, po themi, maskulisht? Shefe, unë jom rrit në një shtet ku neve na japin shumë vrull dashuri me kon vetvetja. Unë jam që kjo që jam, unë e du veten qështu që jam. Nështë nuk i pëlqej tonëve, po nuk më intereson kujt i pëlqej. Unë e du veten kështu. Mu më dojnë familja jam qështu, mu shoqëria jam më ndonë qështu. Unë e du pikës por i veten me të mirat, me të këshijat kështu. Duke mundu me përmisu veten çdo ditë ma mirë, normal. Se pastaj që kanë mbetet në këtë botë. Por, para gjukohemi në gra që kemi zët fort, pa tjetër, shefe politikanet tona, shefe politikanet e botës, shefe gratë para 300 vite që jenë masakruar për me kry një fakultet, shefe gruan që ka bo maratonen, me vozit makinen, a din sa gra u fliju për ne mi po që të drejta, dhe sa në qika të reja, me thonë se jam feministe, po ti je feministe sepse kur shkojsh bank e qesh llogarin, është sepse ato gratë para 30 vite kanë luftu që ti me pot. Ne që i hypëm makinës i grahëm, kanë qenë qindra mira gra që kanë bërë këton për neve. Unë sot që shkojnë fabrik,
Unë e kam drejten me qenë një fabrikë, ose me puncu gra, ose me bo një biznes, sepse gratë tjera kanë luftu shumë. Kanë luftu sot unë me konë qëto. Ky kull tuk, sot nuk ishte me plot gra. Në intervista nëse gratë para neve, s'kishin luftu për kamerat, me pot mundësi me do një intervistet. Kështu që jam plot gjëra që unë ka herë unë vjen për me vjell, kur i shof dhe qika që thënë, valla nuk e di, unë nuk mundesh me konë gru në zjarë fix. Ose çfarë shkolle ka kryu ajo, ose pse ajo kështu. Unë mendoj që një gru që nuk e do një gru, ose nuk e ka shpinën një grus tjetër, unë mendoj që ajo është një heq. Edhe unë vjen shumë keqe për ta thamë këto publikisht, po një gru që nuk e respekton një gru tjetër, nuk ja ka shpinën, nuk ja jep një dorë me ngrit tjetër gru, është një heq. Komente Leonora e Kupit si eshe? Normali, kur je live, ndoshta dhe të pështon ai fjallë, unë mendoj që Leonora ashtu e bën një super punë, nuk e kam paramendu Leonora në atë koltok, opinionistës, po është duke bërë punën super mirë. A i kam pështu disa fjallë, neve tonve na pështojnë, se e natë para televizionit, edhe me 20 vjetë karierë, edhe me 30 vjetë karierë, edhe me 2 vjetë karierë, nga bime ndodhin, po në mendoj që Leonora ashtu e bërë super punë. Edhe po më pelqen që po e thët vërtet, aton që po e shef. Se shpesher opinionistet, pakten, ku i kumpone, ndrohen që jo se fuqia e foncave gjulit ata kanë mu, ose foncat e ex-personit, ose ex-personit. Ajo po thët troq, edhe pse komentet vazhdojnë, nështë ta dikush me dash, dikush me shoq, që është shumë normale. Do të shojmë ndonjëherë në Big Brother gjëllë si në një rol tjetër? Unë do isha shumë kurios që ja si opinioniste, do të shoja shumë kurios që isha si pjesë të produksionit, duke e ditu lojen shumë. Unë kur këm doshtë me konë opinioniste Big Brotherit, kur kisha pak ma shumë kohë, dhe disha që se unë kur e marrë një punë për kushtura 100% tjetin këtë gjë. Kur unë e doja, ata nuk doshin. Kur ata donin, unë nuk doja tash. Kështu që kjo është situata që jemi, por nuk i di e tardhë me skorë. Me shumë pepak. Noshta, unë e këmë thonë, unë jam shumë e reja akoma në vjetë, për me thonë që karierja jeme ishte kaqë. Unë e mendoj që, si që kam thonë edhe ma herët, politika unë pret një koltoki opinionistes, unë pret një biznis që kam u fuqizu qindra mira gra, që jam duke bërë, unë kur të thamë diçka dje që e kam boz të fort edhe besoj në atë. Se e për fitoren e vetë vendosjes? A që tash bashkë e bërë këtë vitja? Pak për politik, po të vesh, sepse di që ke pasur shënime dhe ke. Po, shefe, une nuk, si ta them, ja uroj që fitoren që e paten tani, por, mos me konë diaspora nuk besoj që këshin fitu. Mos me konë fuqia diasporës. Diaspora fatke se zvet jam që ke diasporë dhe prezentoj diasporën, unë vjen shumë keq njerëzit që nuk jetojnë Kosovë, mi ditë balafaqimet heq ma largë, me bo një brand të tjilë, sa vështire është në Kosovë. Birokratia, dokumentat, njerëzit, kultura, edukata biznesit, Po thua që ata që jetojnë atë vendet nuk e din balafaqimin dhe sfidat që i kalojmë ne këtu. As pak, unë se kum ditë. Unë se kum ditë, edhe pse kum jetu gjysën e vjetë. Edhe po thua që nuk oferë që të vendosin për neve këto. Jo, unë mendoj do të mu bosin Kroaci. Kroacia e ka kështu. Votojnë 2 deputet që përfaqësojnë diasporën. Që ata 2 deputet përfaqësojnë diasporën me çka ata votojnë për vendin tonë. Ata 2 vota është ndryshe për 100 votave. E kështu që unë mendoj që ashtu do të mu bën në Kosovë. Kur unë do jem politik, këtë faktin do e votoja unë. Edhe shpresoj që do bëhet Kosovë, sepse unë mendoj njerëzit që nuk jetojnë në Kosovë nuk e dinë ç'është e mira e Kosovës. Se është shumë e vështirë me jetu në Kosovë, me bë se kena sistemin social kërkar, se kemi shëndetësin kërkar, se kemi shkollimin, 3 gjëra ma bazë. Ma mos flasëm për financat ose për buxhetin e Kosovës që nuk e dihet ka shkon shpeshherë. Ose nuk e dihet çysh është, na e dina që eksportin apron lek në Kosovë. Në faktikisht neve që janë amon buxheti jonë edhe prodhimtaria e Kosovës që kena eksport. Unë jam jona për tynve që shkojnë eksport pitet. Po imagino sa sfera tjera ka që bojnë eksport. Ku janë ato? Se nuk i afrojnë një dorë për qeverisë? Po besoj që po, ke ende shumë punë para se të hysh në politika? Ka shumë punë edhe për këtë unë e kom thonë që si vjetë, se kur më thana po hynë deputete ose të pakten me konkuru. Me kandidu po. Me kandidu, thash nuk jena gati, unë nuk jam gati, se kam shumë plane para se më bëj ajo që du me konë gjuli gati për politikë, e nuk jam. Po, Gjullë falenderoj shumë që ishe sot në studio, të uroj shumë suksese, e di që nuk do të mungojnë suksese, sepse tani që është ka fabrika, ti do të përfshihesh punës dhe të ta qosh projektin sa më lartë që është e mundur, dhe uroj që t'jesh pak më aktiv në media, sepse na ke mungu pak në deklaratat e tua me temat e trajtuara dhe pse jo, uroj që tani je më mirë që
Bësh paraqitje televizive më shpesh. Ose urojt pak të da. Faleminderit shumë shmend. Është kënaqësia jam gjithmonë me kon. Lutem, faleminderit shumë që erdhe. Te zyra jote dhe te emisioni yt, sepse ne faktikisht në të shtat jena si familje. E njerëz nuk e din këtë gjë, por unë kënaqem çdo herë që vi këtu në të shtat, tek ty e kam një ngrohtësie sa shtëpia jam e Kremin s'na morë sot me prita kremin sot që po jo, kremin me neve. Jo, e qova me qetë. Okej, me grum pak. Letëm lënë pak qetë se a me fol për pita, a me marrë me kremin. A me marrë me kremin, kështu që a mu merë me ty. Kështu që faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Shpresoj që të kem sa më shumë njerëz që dojnë me investu në Kosovë, me çu Kosovën përpara, sepse kjo është në mënyra e duhur sot me luftu për Kosovën tonë që të bëhet gjithandej në përbot made in Kosovë produktet e tona. Faleminderit shumë. Ishte